Në një takim me përfaqësues të sektorit bujqësor, Sali Berisha prezantoi programin e Partisë Demokratike për zhvillimin e kultivimin dhe përpunimin e bimëve mjekësore. Thash, do subvencionohet fuqishëm i gjithë procesi, gjerë në eksport, do krijohen lehtësi të mëdha logjistike të grumbullimit të këtyre bimëve, do krijohen lehtësi të mëdha për industrinë e përpunimit të tyre në vend. E shtruhet çështja e tarifave, shumë e drejtë. Cili është qëndrimi ynë ndaj tarifave? Qëndrimi ynë ndaj tarifave është negociata me qeverinë e Shteteve të Bashkuara për 0 tarifa. Ne do i vendosim 0 tarifa me kërkesën që qeveria amerikane të na përgjigjet dhe ne me 0 tarifa dhe ju të përfitoni. Ai u shpreh se po negociohet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mundësuar tregti të lirë pa tarifa doganore për eksportuesit shqiptar. Nëse kjo marrëveshje nuk konkretizohet, Berisha garantoi kompensim të plot për çdo tarifë që u vendoset fermerëve nga shtetet partnere. Por të supozojmë se qeveria amerikane për arsye të veta nuk adapton këtë, ne do kompensojmë ju plotësisht tarifën e eksportit të vendosur nga vendet ku ju eksportoni. Përveç kësaj, Berisha siguroi se nëse Partia Demokratike rikthehet në qeveri, do të subvencionojë çdo hap të zinxhirit të prodhimit nga mbjedhja te grumbullimi e deri tek eksporti. 4 ose 5 fishojmë subvencionin për fermerët. Do të subvencionojmë çdo hektar të mbjell, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti dhe çdo fidan të mbjellur. Për ju si sektor i veçantë, do të subvencionojmë çdo përpjekje tuaj për mbledhje, për kultivimin, për mbledhjen, për grumbullimin, për përpunimin dhe për eksportin. Ju garantoj se do të jetë një sektor me përparësi absolute. Berisha paralajmëroi gjithashtu hetime për licencat e dhëna për mbledhjen e kanabisit gjatë qeverisjes aktuale. Ai e mbylli fjalën duke theksuar se bujqësia është veçanërisht sektori i bimëve mjekësore dhe do të marrë vëmendje të posaçme në programin e tij qeverisës.